Problematika e ujit të pijshëm vjen të jetë prezente në shumë fshatra të Bashkisë Shkodër, kështu banorët e zonës së Trushit, por edhe zona të tjera përreth duhet të bëjnë disa kilometra për të siguruar ujin e pijshëm. Një qezme në hyrje të fshatit Bërdic shërben për qindra familje për të ardhur në ndihmë në mungesën e ndërhyrjes nga pushteti lokal, duke mbushur në shishe dhe bidona. Vetë banorët flasin për këtë problematik, ato thonë se kanë bërë ankesa, por deri tani asnjë zgjidhje. Na vim për zonën e Trushit. S'keni ujë tim? Jo, s'kena. Ti s'na ka puku shojselsin, drejtësh. Po shpresojmë se isha mund ta bëjmë. Kana bërë kërkesë? Po, herë sa realizoj zonë. Shpresojmë se ta realizojmë. Po këtu ujë është i pastër, këtu ujë Po shumë i mirë. Po uji i pijshëm është shumë i mirë. Për sa kur të marrë problemi me ujin në Trush, në zonën e ujit. Si ish kohë të mytjes nuk bëjnë më trumat, se na atje kena truma, po s'bëjnë më. Kjo është problemi i fjalës. Sa familje penalizohen apo ka familje po? Familje rreth 3000 familje si janë. Te pe Trushit jenë. Trush, s'keni ujë atje. Uj, kena, po tona kena me shpim. Uj është me shpim. Ky është uji është më i mirë. është më cilësor. A desh me i bon shteti me kohë këta punë. Që me pas ujin, s'kam nevojë morti. Bohet ujë ndaj ta vën. A shumë gjë mirë e bën. S'kena ku me mushë tërë, Velipoj nuk pijet ai uji i Velipojs është si me motorina. Pra jo vini nga Velipoja për me Unë jam shkodron, po jam të shku në Velipoja, kam mirë marrë dy bidona sa me kalu ditën sot. Edhe një kaq. Ai uji nuk pihet. Është i papishëm. Është i papishëm. Unë kam punuar te motorpom, pas jam skavatorist, dashmediti. Ai janë çatubat edhe ka kry. Sa herë që vi mushi, s'ka ku me pi uj. Uj me ble me shishe, nuk, jo se s'kam me ble, pa nuk e të blej. Po ban fjallë që është ujë mirë që vjen është i burim të malit edhe është i prumë me tuba edhe vjen e mushin i to njerëzit. Po, ma shumë e ma vjen shtektarët. A vini shpesh për me mushu këtu? Sa herë na shet rruga, vi me mushin ujës. Nuk është. Po, ju ku banoni? Unë banojmë Tëravic, na banojmë Tëravic. Na për veti kena ujtë shumë të pistë, shumë të dobt. Po, shumë vjen e mushin. Sa herë që kena rrugën në ala mushin bidona me ujë këto. Se ujësillësi jona shumë i pistë. Rrjeti i ujësiesit ka dalë jashtë funksionit dhe banorët kërkojnë ndërhyrje.